Shpërndalleni me sfidën. Game show më elektrizues i momentit. Në 10 javë do shihni personazhet tuaj më të preferuar në momente të paimaqinuara dhe në situata të papritura. Cili grup do të ketë guximin, bashkëpunimin dhe shkatësinë e dur për të qenë fitues të çmimit të madh final. Supermodelat. Vjen në ekranin e digital risia e këtij sezoni. Sfida. Adrenalin në maksimum. Në prezantimin e Ilda Bejlerit dhe Bobit në një sfidë të re. Kjo është loja ku asnjëherë nuk e gjen dot se çfarë të pret. Në puntatën e shkuar, mbrëmja nisi me avantazhin e skuadrës së kuqe, vetë quajtur peshqit e kuq, me që, siç ata u shprehën, të gjithë pëlqenin të peshkonin her pas here. Raundi i dytë i vendosi ata në raporte të barabarta me skuadrën blu, të quajtur Osa keq dhe të përbërë nga aktorët e serialit shumë të suksesshëm, Osa mirë. Raundet në vijim vazhduan të lini lojtarët me të njëjtën sasi pikësh, deri në momentin e fundit, kur Ylberi realizoi me shumë sukses sfidën e fundit, duke i dhuruar skuadrës blu fitoren e shumë kërkuar. Sonte, do të argëtohemi të gjithë së bashku në lojën më të bukur që keni parë ndonjëherë, që quhet Sfida. Mi mbrëma gjithë dhe mirë se keni ardhur në Sfida. Unë dhe Bobi jemi këtu gati për të pritur personazhet, por gjithashtu edhe për të thënë se sa argëtohemi në këtë spektakël apo jo Bobi. Ti Hilda sot je vajza më me fat në botë, se është hera parë që unë vesh kravat, kollare. Kështu që më shkon? Më fal, kravat. Kravat. Gjithsesi Hilda, neve duhet të i themi publikut si në sallë si edhe në televizion, që neve sot do të kemi 2 grupe të tjera, do të jenë të dy përsëri dhe ata nuk është se kanë shumë lidhje me njëri tjetrin, por gjithsesi janë 2 grupe të cilët gjatë kësaj jave janë stërvitur shumë. Është e sigurt njerë që një grup duke ecur në rrugë shifte dritare dhe direkt mundonte të kalonte, shifte derë direkt mundonte të fuste, kështu që unë i kam të stërvitur sepse ata kam zgjedhur, nuk e di për ty. Këto flokët ke ndërmend ti ndryshosh ndonjëherë apo? Po pse unë i kam bukur? Po shumë, nëse ekipi jot fiton në finalen e madhe, çmimin e madh, çfarë premton do i drejtosh? Do i drejtoj. Do ta mbash premtimin pastaj në fund. Do i drejtoj. Spektakli është shumë i bukur sepse në fakt ne shohim personazhe të njohur që vinë në një kënd vështrim krejtësisht ndryshe, ne i shohim teksa ata argëtohen edhe gjithashtu luajnë me ne këtu, sepse në fundit kjo është thjesht një lojë. Kujtojmë këtu që ekipi që fiton shkon në gjysmën finale, ndërkohë që skuadra tjetër arrin ajo që do jetë me fat, do shkojë deri në finalen e madhe për të fituar një çmim që është shumë i bukur, një çmim që çdo kush do e ndërronte, është pikërisht çmimi për të shkuar dhe për të parë nga afër ekipin kombëtar, ekipin Kuqezi, që do të luajë në kampionatin e Francës. E kanë marrë me qetësi të Francën, me sa kuptoj unë se na është bërë kështu si sikur na përket pikërisht kualifikimi, po jam e sigurt që gjithë ata që do shkojnë aty do e kenë një kujtim të paharrueshëm për gjithë jetën e tyre. Ndërsa, shpresoj edhe normal, jemi shqiptarë në fundit, do fitojmë patjetër. Skuadra që humbet fiton një abonim 1 vjeçar në digital, kështu që nuk ka humbës. Ka shansin për ta parë. Do e marrim me sportivitet gjithë. Jemi gati? Unë jam gati. Ti je gati? Gati jam edhe unë. Si jemi me personazhet nga ana jote? Se unë jam shumë e sigurt për vetë. I kam shumë të motivuar. Po pse janë më të mirë se fëmijët mendon ti? Po tani shumë duken mua, se di si mendon ti. Secilit skuadra veti duket më e bukur. Po fëmijët janë edhe pak surprizë për spektatorët. Kështu që po ti gjithsesi fto ti një herë ekipin tënd. Okej. Me të kuqet je gjithsesi prap. Me të kuqet gjithmonë. Ftoj skuadrën e kuqet afrohet këtu me mua. Ata janë 3 gazetarë, njëri më seksi se tjetri. Simboli i tyre është rrota. Kur gjithë të tjerët ta fusin në shpull për gabimin,
këta t'japin një rrot. Ja po shkoni ma. Ata bëjnë unë njerë, po të zdoni janë me jeni këte nga unë, jeni këte. Si ishte fiksi jetën të ndryshon edhe sot është dita jonë. Edhe publiku. Fiksi jetën me ndryshon edhe sot është dita jonë. Fiksi. Tani, unë kam shumë besim të ju, kam shumë besim të ngjyra e kuqe, unë besoj që doja dalim, me qenë se jemi një skuadër. Jeni shumë sportiv, me shumë humor, kështu që jam shumë e lumtur që ju kam në krahas skuadrën time. Janë 3 personazhe të cilët adhurojnë mikrofonin. Adhurojnë mikrofonin e mëngjesit. Shumica nga ju gjatë gjithë kohës, i dëgjoni gjatë gjithë kohës vetëm në radio. Janë të zgjuar, janë opinionistë, bëjnë pyetje, bëjnë quize. Unë ftoj centralistët! Mikrofoni dhe kufjet janë simboli i punës së tyre. Vinë për ju, centralistët! Ja ku jemi. Ne kemi grupin shumë kompletuar. Ti Hilda pse si takon ta? Unë takova tu takon. Jo, po unë takova Blendin, po Gjithashtu po i ke pak sa ja pra kështu do ta fillojmë lojën, se në fund fundës lojë, kështu që pastaj vazhdon Ne gara. kemi publikun, grupin e kemi shumë kompletuar. Këta të 3 do të marrin pjesë vetëm në këtë sfidë, por gjithsesi ne kemi edhe 2 pjesëtarë të emisionit të mëngjesit në Club FM, të cilët kanë ardhur për mbështetje. Kështu që jemi çik disi, po, për mbështetje, kemi nevojë për mbështetje. Nëse fiksi ka mbështetje gjithë popullin, kështu që janë shumë të ata që qajnë hallet e osa hallet ka Shqipëria e sa mbështetës. Kush e di se sa do të regjistroheshin vota në favorin tonë, a? Gjithsesi. Po Absolutisht po. normal, do bëjmë sondazh së shpejt. Mund ta themi dhe ne motën tonë? Kush është motoja? Ta the, bash? 1, 2, 3. Do ju ham të gjallë! Kë do të asë parën, me kë filloni, me Albanën? Sigur jemi shumë të ëmbël. Mirë, unë besoj që ka ardhur momenti që të startoj gara se jemi shumë karikuar, kështu që unë dëshiroj që ta mbaj këtë energji pozitive, sidomos nga ana e Albanës, sepse unë e ndjej që ajo është kapitenja e skuadrës, apo Juli ti je kundër. Albana. Duhet të bijem... Albana dhe Adi. Duhet bijem, dakor këtë të cusë për zgjedhur liderin. Tani, unë me shumë kënaqësi do doja fjalia se si për ju. A tani po bën një marrëveshje, po bën Neve një liderin marrëveshje. tonë kemi zgjedhur disi, neve kemi Blendin. Ju keni Blendin. Okej, ngjyra e Jemi kuqe, shumë skuadra e fokusuar, dhe kuqe. s'kemi nevojë të përqendrohemi, e kishim zgjidhur më përpara. Tani po e bën si ndeshje futbolli ju se Ku shkoni pari? kush gjuan topin e parë. Topin e parë gjuan skuadra e kuqe. Hajde Albana. Ne po ulemi dhe po ju shohim. Loja është fare e thjeshtë. Nëse arrin të kalosh figurën në mur, fiton 1 pikë. Nëse nuk e kalon dhe bie në ujë, nuk fiton asnjë pikë. Albana, do kesh një figurë teke, do të përballesh me një mur, ke frikë apo? Ja. Jo. Edhe por Okej. as do bie, ajo është më e keqja. Me ujin si ke marrëdhëniet se më the pak më apo kisha me lartësitë. Jo, kam pak fobi lartësi, por me ujë nuk kam asnjë problem, se kam lindur muajin korrik, i takoj shenjës gaforres dhe normalisht gaforja në ujë jeton e lumtur dhe e qetë, kështu që Shumë bukur. Albana është prezantuesja më seksi në Top Channel. Ka fiksim palestrën dhe sidomos ushtrimet për fund shpinën. Më vjen mirë, më se jam vjen. shumë supersticioze, u përpoqja të jap një shpjegim që do jem e naturalizuar sido që të jetë me Jo, ujë. shpjegim shumë bukur, unë të ftoj dashur që shkosh edhe të pozicionohesh te vija e verdhë. Faleminderit. Duke shpresuar që ti do na dhurosh pikët e para për sot skuadrës time. Raundi i parë. Duhet të kalosh këmbën jashtë vijës së verdh. Shumë mirë, duhet të përqendrohesh dhe të kalosh formën në formën që është në vrim. Qartë. Shumë mirë, Bobi, edhe unë kapiteni tënd doja bëj kaq të dukshme të gjitha Po kjo këto. ishte ndihmë për ty. Dëgjoj, ëndër që të përballet me murin njerëz se njeriu kur i vjen një situatë kështu e çuditshme. Është mësuar Albana sa për Ndoshta sfida edhe ka kaluar. Adele, o. është mësuar. S'kam kaluar asnjë vështirësi, më pse hap panikot. Por. Gati për të parë. Je gati? Aty ku kam lindur unë, jam stërvitur me ca gjëra. Gati për të parë. Albana është gati për të startuar sfidën. Albana njihte me figurën e parë.
shumë mirë makinës, kështu që ne kemi besim te ty. Albana, të lutem fito pikën e parë duke thjesht u hedhur pak. Albana kalon figurën. Albana kalon figurën e parë dhe na jep te skuadra 1 pikë. Hajde, kalove shumë bukur, po nuk kisha dyshime se ti je një shofere shumë e mirë. Nuk ka të bëj shumë me timoni. Gjithsesi, si për herë të parë, në fakt, ideja është që nuk e di se çfarë figure do të dalë. Nuk është se është aq e lehtë, por jo dhe aq e vështirë. Vjen mirë që fitova. Vjen mirë sigurisht, por unë e di që nuk ishte e thjeshtë sepse ne do shohim pak përsëritjen e lëvizjes tënde dhe si e ke kaluar dhe pastaj do rikthehemi. Okej, shohim. Si një shofere e mirë, Albana e priti me shumë qetësi figurën e parë të sfidës, duke e kaluar atë me një shpejtësi prej një sportiseje të vërtetë. Dhe kështu, ajo merr pikën e parë për ekipin e saj. Albana, kjo është në mënyra se si e kalove ti. Më vjen mirë që pate besim të vete dhe nuk u shpërqendrove, sepse unë te centraliste dalloj një... Në fakt, mu duk... Janë të çuditshëm. Mu duk se do ta kaloja edhe po të... di. Shikoj pak. Në sy të Blendit dalloj frikë. Kisha përshtypjen kur erdhi figura në fillim. Okej, thash mendoj se mund ta kaloj edhe po të shkoj kështu. Gjithsesi bëra mirë që e provova sipas formës, sepse ashtu rezulton më me sukses. Unë besoj që doli frika tani, ëh? Jo, më ka dalë me të vërtetë. Do e kemi më të thjeshtë. 1-0 rezultati për ekipin ton. Ekipi i Kuqe ka 1 pikë, ndërsa neve ekipi blu centralistët bëhemi gati. Centralistët! Për ekipin ton do të vi kapiteni, i cili është Blendi. Unë me Blendin kam shumë pak që njihemi. Punë javësh, po kemi shumë miqësi bashkë me një, po kur njihemi. Kështu që Blendi ti për mua do ta kalosh të vrimën. Vetëm në qoftë se nuk ka vrim fare, nuk e kalon dot. Blendi është gazetar dhe prezantues radiofonik, por i pëlqen të jap dhe opinione kudo dhe sido që të jetë. Si dhe vrimën! Ki vetëm kujdes këmbët. Si opinionisti gjithçka që je këtë vrim duhet ta kalosh. Faleminderit. Do provoj ta kaloj. Erdhi dita të bëjmë një opinionist për vrimën. Po pra. Fillojmë. Gati? Gati! Kjo është vrima për ty, Blendi. Duhet të gjesh një zgjidhje se s'bën. Këmbët duhet jenë sipër. Takojmë gocat, Blendi, takojmë dhe gocat që të japin pak zemër se janë shumë të trembura. A e di se janë të trembura? Se nga që s'du me fitu, pra ne. Blendi, eja këtu shohim përsëritjen bashk. Shohim përsëritjen. Blendit, këtë rallë nuk ju deshte ta hapte vetë një vrim. Ai thjesht duke ngritur këmbët, arriti të jepte 1 pikë ekipit të tij. Kështu rezultati për raundin e parë është 1-1. Blendit, këtë rallë nuk ju deshte ta hapte vetë një vrim. Ai thjesht duke ngritur këmbët, arriti të jepte 1 pikë ekipit të tij. Kështu rezultati për raundin e parë është 1-1. Nga përsëritja, figura jonë duke që e vështirë, po patëm një kalim të lehtë, më vjen keq, mos më zhdisni, ja vashavat. Është dhe? Jo, barazimi jemi. Me ç'po shoh si që janë përqendruar ekipi im, duket se do bllokohet emisioni Mëngjesit nga i afër në Francë. Kështu që bëuni gati për sfidën e dytë. Neve po ju presim. Rota o shkon Franco! Ska! Bëmi gati për sfidën dyshe, me qenë se rezultati është 1-1. Unë kam shumë qef ftoj këtu Adin edhe Julin, që të na japin 2 pikë tjera. Raundi i dytë. Adi është gazetari fiks fare dhe një nga prezantuesit e Ricochet. Ai është i fiksuar pas lëngut të mëngjesit, që e përgatit me të gjitha frutat e mundshme, pasi ai ecën me moton, si dihet si të merr jeta. Juli është gazetarja më e mirë investigative në Shqipëri. Ka pasion të dëgjoj hallet e njerëzve dhe për këtë ka vendosur të hap disa kurse për terapi intensive.
Çfarë thatë se nuk e kuptuam fare? Juli, është e njëjta gjë që thoni gjithmonë apo ju ndryshoni? Strategjit ndryshojnë në varësi të rezultateve. Po çfarë thatë? Ndërsa për sa i përket centralistëve, ata vazhdojnë t'i bien fitores, por u dele zënë se jemi duke folur ne. Kështu që Ado, si centralistët të provojnë prap. Provojnë prap. Adi. Po, ku jam? Këtu je. Tani, njëta gjë si që bëri Albana, do e bëni dhe ju të dy, po thjesht do jetë figura dyshe. Do vi një mur që do të përballet me ju me një figurë dyshe. Po figurat zgjedhen aty pas? E ke pirë lëngun që pinë çdo mëngjes, sepse Adi t'i pëlqen që në mëngjes kur zgjohet të pi një lëng me fruta. Lëngu magjik që i themi, ne? Po lëngu magjik ka fruta të ndryshme apo ka si koncentrat një lloj fruta? Jo, gjithë frutat janë të tezga. Sot çfarë ke pirë? Gjitha, nuk e di, ti përmend gjitha. Çfarë ke gjetur? Limon, bajame, ç'a bajame? Unë jam nona vrimave, kështu që Bobi thot vetëm ujin e pishinës. Mos e pi, do e toja apo ta pi? Që ti japi energji. Juli, ndihesh mirë ti? Ua, unë ndihem shumë mirë. Fantastike. E di pse dalje jashtë formateve të asaj gjëje që bëjmë për ditë. Mua më pëlqen shumë sepse ti në fakt përballesh shumë herë me hallet e njerëzve, me problemet. Po prapë është. Edhe i qëndron shumë afër. Kënaqësi është, po sot unë duaj që të mos kesh asnjë hall. Kemi halle, po. Për fiks fare Juli Risani. Ku ka më mirë? Se sa të argëtosh në këtë formë. Më vjen shumë mirë se në fakt kjo është vërtet. Do them jam shumë i kënaqur që jam mes dy tigrave të fiksit, tigreshave, ose bishave të fiksit, Julit dhe Albanës, jam i nderuar që jam i tyre. Edhe ne jemi nderuar që ju kemi këtu dhe unë sidomos që ju kam skuadër, shkoni dhe poziciononi. Edhe këtë lojë dedikojmë Ildos. Ua, faleminderit. Nuk e di çfarë do bëj pastaj po e kalova Adi se kam shumë besim te ty. Patjetër. Gati. Ne me Adi. Okej, Juli dhe Adi janë gati. Shfaqet e figura dyse. Adi përqendrohu pak me Julin. Me kujdes, bëni formën. Adi. Bravo Juli, bravo Adi, na keni dhuruar 2 pikë. E dija që do i merrni këto, e dija. Pjesë pak më përpara çfarë i tham njëri tjetrit. Ja, këtu i tham njëri tjetrit. Fitore. E keni realizuar me sukses figurën, por unë duaj që ta shoh edhe një herë se si e keni bërë lëvizjen, sepse në fillim kishit pak problem. Su besoj që jeni tani. Juli dhe Adi, pasi e studiuan për pak sekonda formën e murit, vendosën të bëjnë zgjedhjen më të thjeshtë të mundshme, duke u hedhur njëri pas tjetrit në vrim dhe duke i siguruar ekipit të tyre 2 pikë të tjera. E pak pra se si e keni bërë lëvizjen, Adi, kishe dyshime të ndonjë gjë ti? Jo, Skuq që dita më shumë. U gjet një figurë shumë që do të pak Kur e inteligjencë. kuptove se si duhet lëvizja? Çerek metri afër. Se në fillim ishte kështu, t'ja Jo bëj. kisha në Julit, unë vetë A, kisha në Juli. Dëgjoj, Juli e ka lëmë më mirë se ty. Nëse ne Që mos e qaj hallin. Juli sot nuk qanë halle, fare. Është në rregull. Tani, e rëndësishme është që gjithmonë e gjeni një zgjidhje. Patjetër. Edhe na keni dhuruar 2 pikë. Okej. 2 pikë, 3-1 rezultati Bobi për ne. 3-1, po. Edhe ne do të mundohemi, edhe ne si ekip do të mundohemi që t'i kalojmë të dyja. Nëse njëra nga ju të dyja nuk e kaloni nga vrimat në mur, automatikisht ekipi jon ka 1 pikë më pak. Po kjo nuk është e thënë se ne do i kalojmë të dyja gjithsesi. Ne jemi një ekip i mbushur plot me detaje. Nëse ju nuk e dini, Olta është personi i cili përgatit pyetjet në emisionin e mëngjesit, po kod e keni se i gjen vetë gjithsesi para jush. Kemi edhe Jeritën e cila ka një gëshet, ja kemi marrë borxh dikujt. Kështu që duke qenë se kemi vetëm për sot. Duke qenë se kemi këto detaje, do ta kemi shumë të lehtë për të zgjidhur vrimën që ka zgjedhur si detaj produksioni. Unë them që ne jemi gati për garën. Jemi gati? Sigurisht. Gati goca. Foca, një gati për goca. Jerita është prezantuese radiofonike dhe është e famshme për gërshetin e saj, të cilin ja ka marrë borxh Palacios për spektaklin e sotëm. Olta është vajza e padukshme te klubi i mëngjesit. Ajo tenton gjithmonë të gjej kuicet e emisionit, edhe pse i di përgjigjen. Pa emocione, mos shqipni mbrapa, largoni edhe pak këmbët. Pa. Mos harroni, gjeni vrim dhe futuni. Jeni gati? Gati.
Olta Jerida, vetëm një vrim ju ndan nga Franca, ha? Gati? Pa emocione, përqëndroni. 3, 2, 1. Them që nuk ka qëmë që na të shpon, po ju nuk më besoni. Atëherë edhe si grup do shohim tani përsëritjen. Vajzat u gjendën përballë një forme mbi të cilën duhet një gjetje shumë delikate për ta kaluar. Ato u treguan tepër të shpejta për të improvizuar dhe për të fituar 2 pikët e ekipit të tyre, duke e quar rezultatin në 3-3. Tani nga përsëritja format ishin të vështira. Olta ishte pa parë një herë. Olta ishte pa parë, nuk e trembi fare as edhe një gjëm, po ti ishe mirë, e morë formën e kapës. Kjo ishte një gjë shumë e mirë. Ekipi I kuq u tremb disi. Po pa, u tremb. Menduat se sot e dilnim, menduat se sot e dilnim. U tremb sepse rezultati ishte 3-3. Ah, doni të shpjegoj. Endjen Bobi ka filluar vjen çik si era Afrik. Si era Afrik. Na sfidojnë ne të katërt, se edhe unë jam pjesë e skuadrës. Do futesh edhe ti? Po, Se mos futem dhe unë, do futem dhe unë një ditë. Me shumë qefe kam që të fitoj një çmim të madh. Përvoja. Shkoj dhe unë Francë. Raundi 3. Rota, ti je bota. Rota ti je e afrohen të unë. Ajde Juli, Adi dhe Albana. Tani keni një figurë treshe, 3 pikë për neve, nëse arrini të fitoni. Unë besoj që dhe dilni mban, po secili duhet të përqendrohet te figura e vet, sepse nëse ti arrin ta kalosh, merr 1 pikë për veten tënde, nëse edhe Juli e kalon gjithashtu 1 pikë, nëse Adi bie, shpresoj mos jem saktë në parë se Jo. Adi të duaj që na kaloni të 3. Adi dhe kur bie në këmbë. Kështu që Mua po vjen keq që s'kemi provuar pishinën. Ti the ujë është ngrohtë, provove ti? të sigurojmë Francën në Duket se në futur për dorën. Jo, duket si ngrohtë, çfarë Adi na Nuk ka. e sigurojmë Francën një herë. Ta provoje një Uji herë. është realisht I ngrohtë, dhe pse temperaturat ngrohtë. janë tulura, domethënë jemi të sigurt që nuk do ftohemi, kështu që Tresja e kuqe shkon dhe afrohet pranë vijës së verdh për të bërë gati që të përballet me murin. Me ngadalë. Bëjnë edhe ritualin e zakonshëm që ti sjell fat, deri tani nuk kanë qenë keq sepse nuk ka rënë njeri në pjesin Bobi, kështu që 3-3 rezultati është shumë I mirë. A e mbaruat apo keni akoma? 1, 2, 3. Hey. Okej. Dakor, pozicionohen edhe bën gati për të pritur murin. Ekipi I kuq. Skuadra e kuqe, Adi, Albana dhe Juli janë gati, Bobi. 3, 2, 1. Nuk duhet të hidheni, ha? Mos e kaloni. Nuk duhet kaloni vizën e verdh. Albana, ki kujdes. Edhe Juli e kalon me sukses. Bravo! Bravo, jeni fantastik, na keni dhënë 3 pikë. E shikoni që Rota është vërtet bota? Është vërtet bota sepse është pika e parë ndër piket e para të njerëzimit dhe e gjen shtegun e saj Rota. Soj pak përsëritjen e rrotave? Raundi me 3 figura ishte akoma më I vështirë, por ekipi I kuq arriti të fitonte të 3 pikët, duke vazhduar kryesimin mbi ekipin e centralistëve. Vështirë ishte. Kjo ishte përsëritja. Bobi. Urdhë. Keni parë gjë më të bukur se ajo panorama aty? Shiko, rotat 6. Rota 6. Jo, Ilda, Parë një herë për vete. Është pa Jam problem shumë e fare. kënaqur me rezultatin 6-3. As gjë s'keni parë, do t'ju japim zemër. Një sekond, të fokusohen kamerat e krahu im sepse më ka ngjitur Albana këtu. Ka ndjelisja e flokëve të mirë. 6 pikë për ne, Bravo, ju Bobi. lum. Rota. Kaq. Ti je bota. Rota. Ne do jemi gati tani sepse do t'i kalojmë të treja.
Dhe ju për këtë jeni shumë sigurt. A mund na shoqëroni me këtë? Alo, ty të dëgjoja. Do na shoqëroni me këtë kolonën zanore? Po, ndërkohë që ti thon edhe të shoqëroj me këngë. Po Po, dese. me këngë duhet na shoqëroni me këngë. Hilda Shamsi. Jemi gati? Jam Shumë Shamsi mirë. Centralist përqendroni. Nuk duhet humni asnjë vrim. Nuk e kaloj. Kujdesni mos kaloni vizat e verdha. Ju lutem duhet hidhni aty. Por ndryshe penalizohemi. Futu më brenda. Blendi, nuk ka problem. Ti e kalove, po duke qenë se urer pak në ujë. A ka mundësi Alban të lutem? Jemi shumë kurioz, Max, se Jam kjo me ka shumë siklet. rëndësi. A ka Ilda, të lutem, vajzë. Na thuaj pra. Blendi, Dhe bjazi i bluve. neve nuk e morëm një pikë. Jemi 6-5. Bobi? Shojmë përsëritje. Centralistët e kaluan me vështirësi formën, por pikën e humbur e kishin dhurat nga Bledi, i cili nuk mund t'i rezistonte pa e provuar sado pak ujin e pishinës tonë. Centralistët e kaluan me vështirësi formën, por pikën e humbur e kishin dhurat nga Bledi, i cili nuk mund t'i rezistonte pa e provuar sado pak ujin e pishinës tonë. Nga përsëritja u dukte, okej, ne pranuam që ram në ujë dhe humbëm një pikë, po format tona ishin disi shumë të vështira. Isin vështira, po... Megjithatë, neve... Skuadra me mirë le ta ketë pak më të vështirë. Skuadra me mirë ka më të vështirë. Megjithatë, urdhë. Si e? Faleminderit. Duar dorëkitje. Dëgjoj. Por të ndjeni më mirë ishte vetëm njëra nga këmbët në ujë, kështu që paka shumë, Okej. pavarësisht se Ne pranojmë që kemi humbur Adi një po të pikë. tërheq mbrapa, sepse... Adi ca na grindin Albana? Jo. Po çfarë keni Ja, një skuadra sekond. kuqe se jemi në avantazh 6 pikë? Mos u mërzit. Do rregullohet. Jemi në avantazh, nuk është nevoja atë. Jeni në avantazh, 6-5, sigurisht, po. Centralistët kanë 5 pikë, ndërsa rrotat kanë 6 pikë. Rrotat 6 keni. Po, Tani po. kemi fazën finale. 6. Ku juve 6. duhet të keni Gjashtë. parasysh shumë shpejt të bëni një ekuacion të thjesht matematikor, Është ekuacioni, të gjeni rezultatin e duhur dhe rezultatit të duhur t'i bini me kokë dhe të kaloni vrimën. Është e vështirë për të shpjeguar, është Edhe e kjo thjesht është për të shumë e bërë. vështirë. Edhe kjo është shumë e vështirë. Raundi i katërt. Unë mendoj të vijë Juli Ristani. Bravo. Po Vjen këti Juli, Neve hajde po Juli. ulemi. Si më inteligentja e grupit. Apo jo, nuk e dakord me këtë. Kam një sugjerim, ajo vrima është më e vogël se Juli. Nesër më fal. Koca për sugjerim. Mos ja qaj allën kalorësit. Okej. Juli, duhet kesh kujdes. Juli! Unë nuk të sugjeroj do deri aty, po, deri këtu, po. Je gati, Juli? Në ujë do idhem kur dua unë. Kur do ti, më thuaj? Kur të dua, tani jo se jam në garë. Kam pak punë. Juli e ka gjetur përgjigjen e saktë, por nuk ka patur forcën për të kaluar. Po pse mi Juli? Pse? Pse aq nga dal mi Juli? Juli, mësojmë pak përsëritjen se këta janë shumë kurioz ta di si kanë me mor. Me si po prisja të pija në ujë. Nuk ka arritur ta çaj dot Bukpeskun. Nuk ka arritur të kaloj për te Juli. Juli do ta sos vetëm. Unë ju thash që E sot vrima pak është e Julin se vogël. si e ka gjetur përgjigjen e saktë, por
shkuar shumë fort. Keni se mu krijoj ide që ishte muri shumë i pra, si e. Sa të duar të kisha rënë murit me kokë. 3 herë 3 plus 3 minus 3 plus... Më shumë se një mendje e fort, duhet një kokë e fort për të kthyer përgjigjen e saktë për Julin. Mos u mërzit, Juli, mos u mërzit! Po ndodh tani, u mërzit ka Juli. Kam një facolete do, po më shfarë në xhep. Pato që të dash. Facolete e do për të tharë, për të tharë. A ju thënë që s'ka mbaruar akoma? S'ka mbaruar akoma. Tani fillon e vanshi jam, pa. Tani fillon me vërtet. Do e mbaj facoletën. Tani Tani, interesant. neve kemi zgjedhur Blendin për ta bërë këtë sfidë. Normal, nuk e vjen diskutim jam keq matematik, po gocat Ska gjë, kemi gocat që do ndihmojnë, por na duhesh ti Blendi që ti biesh sa më fort asaj. Dakor. Edhe nëse zgjem vrimën e dur, bjeri tjetër sa më fort. Ta çaj, edhe me brim pa brim do dalim atan. Gati? Është e njëjta gjë, vajza e matematik pra, është matematik. Si është e njëjtë. Mund të uleni këtu se është matematik. Ju e ndihmuat Blendi. Vajza pozicionoheni aty, ju lutem. Okej. Pozicionohuni aty. Ne donim ndonjë pyetje nga fizika, nga. Blendi, Po. mikrofonin mua. Bëu gati. Blendi, me siguri ti ke dhënë opinione për matematikën, kështu që mos na zhgënje kësaj radhe. Mbaj vizën drejt. Gati, fillojmë! 3, 2, 1. Blendi mos u mërzit. Neve kishim shumë shpresë vajzat, ne tham zgjuarësia edhe forca e mashkullit do ta çanim, po vajzat na e than një vrim gabim. U tuan gocat. Okej. Jo vetëm që dorëm keq, dorëm me budallën. Okej, shohim përsëritjen. Që shumëzimi bëj më përpara se mbledhja, këtë gjë Blendi e dinte, por që përgjigja e gabuar ishte aq e fortë, këtë nuk ja mori mendja. Kështu që rezultati mbeti 6-5 për rrotat. Atëherë, që ta dim të gjithë, unë nuk e dija gjithsesi, po tu e mora vesh, bëhet shumëzimi në fillim, pastaj bëhet tjetër. Domethënë, ne duhet ashtu doja unë, po dëgjova këto. 30, po pra një gjumë këto. Se ne kështu mendum. Ama u knaqet juve! Shumë mirë, e jani këtu poshtë i fitues që jeni? Knaqem se fituam. E jani. Përqafoni ju lutem, përqafoni. Ilda, faleminderit. Edhe ne përqafojmë bashkë se këto janë shumë të lagur. Tani. Një sekundë se Blendi do të thotë 2 fjalë. Jo, kam përshtypjen që jo me stres Blendi. Paktën braqë, a mund të hidhe ndonjëherë, ka problem? Idhu një. Prit ke mikrofon, jo. Idhu Blendi. Si do idhesh? Idhuni gjithë aty ekipi. Ja, mjafton Blendi. Idhu dhe ti Albana. Po që të doja idhe sa Skuadra e Kuqe ka fituar për sot, por gjithsesi ju keni fituar një abonim 1 vjeçar në Digital Borime. Vazhdoni të na ndiqni. Tash do shohim filma. Tani do shohim filma dhe dokumentar. Filma për matematikën. Për matematikën. Prisi se jeni në gjysmë finale, pastaj në finale. Sfidat bëhen më të vështira në gjysmë finale. Atëherë neve sot gjetëm edhe gjysmë finalistin e radhës. Juve do të mësoni shumë shpejt se kush do të jetë gjysmë finalist me ju. E tani do bëjmë tifo për ju, se ju në radhë. Shumë mirë. Kjo është një gjysmë më e bukur. Hera e parë që e patëm të frym. Hera e parë, po. Kështu që unë them neve ta mbyllim për sot. Dhe ne të dy hydhemi në peshin. Jo, jo se ka marrë flokëve tua, jo për gjë. Ndajemi këtu
me ju si grup fitues, ndërkohë që do t'jemi sërish bashkë në javët në vazhdim. Shikim të këndshëm digital, vazhdoni të na ndiqni dhe të argëtojmë së bashku. Natën e mirë! Natën e mirë! Tre rrotat u futën me shpejtësi dhe energji në skenë, si asnjë skuadër tjetër. Këtë energji, ato e treguan edhe gjatë lojës në vazhdim. Ja po shkoni më! Centralistët, komunikues të qeshur dhe një ekip i drejtuar për fitore, erdhën në skenë duke na sjellë plot humor me thirrjet e tyre. Në raundin e parë, Albana arriti të siguronte pikën e parë ekipit të rrotave. Po ashtu bëri edhe Blendi, me elasticitetin e tij për të marrë format e murit tonë. Raundi i dytë ishte edhe më i vështirë. Adi dhe Juli e kaluan me sukses, duke improvizuar në momentin e fundit dhe duke i dhënë ekipit të tyre edhe 2 pikë të tjera. Po ashtu, bën edhe centralistët. Jeri dhe Olta e bën të pamundur për të kaluar formën, por me delikatesën e tyre arritën të siguronin pikët e ekipit të tyre dhe të mbanin rezultatin në barazi. Në raundin e tretë, forma ishte edhe më e vështirë për të dyja ekipet. Skuadra e rrotave, të sigurt për vajtjen e tyre në Francë, e kaluan me sukses provën treshe. Ndërsa ekipi i centralistëve e kaluan sa për të fituar vetëm 2 pikë për këtë raund. Pasi Bledi, siç e tham edhe më përpara, nuk po i rezistonte dot ujit të pishinës, kështu e provoi me këmbë për të parë sa i ngrohtë ishte. Në raundin e fundit, matematika tregon që vazhdon të jetë e vështirë për të dyja ekipet, dhe radhitjet e shumësimit dhe pjesëtimit gjithmonë vazhduan të mbeten shumë të vështira. Kështu më e lehtë u duk përplasja e kokës me murin dhe rënja në pishinë, si për Julin, ashtu edhe për Blegin. Nga mbledhja e pikëve totale, ekipi i rrotave siguroi fitoren për këtë puntat të sfidës, duke kaluar në fazën tjetër kualifikuese. Në puntatën e ardhshme të sfidës do të ndiqni. 3 kuzhinier ekspert të kulinarisë kanë ardhur të tregojnë se përveç se në kuzhinë mund të merren edhe me sporte të ndryshme dhe të përballen me prova të ndryshme, siç është sfida. Përballë tyre janë 3 ekspert intelektual, quhetar dhe ekspert në shkrime dhe opinione të mediave në vend. Ata kanë ardhur për të përballur me sfidën për të qenë pranë kombëtares tonë në Francë. Të dyja skuadrat luftojnë ashpër për të arritur të kalojnë format në mure dhe të fitojnë çmimin e spektaklit. Muri i sfidës është gati dhe ato janë më shumë se kurrë. Na ndiqni në puntatën e ardhshme te sfida.